konkret. Çfarë ishte? Çfarë ishte? Ishte një dack e vogël apo çfarë ishte? Jo, ishte një shuplak që ne kemi qenë aty në punë të punu, edhe ai ka ardhur dhe i ka jepi shuplak. Në mes të punës, duke bërë sken. Ka ardhur dhe i ka jepi shuplak. Edhe asnjë gjë. Çfarë lloj shuplake? Të fortë. Tash, demonstrative. të fortë, jo të fortë, unë thjesht e tash mendimin tim, ai është mendimi im. Unë jam totalisht kundër dhunës, jam totalisht kundër çdo gjëje që mund të quhet dhunë, jam totalisht kundër. Por thjesht unë mas 7 viteve martesë nuk e kisha prish martesën time për i shuplak. Sepse do të ndarë pra shprishë familja. Në faktin që ndihet në faj. Në këtë rast, Ina, në rastin konkret specifik, tani me të dhënat e reja, le të themi informacionin që morën, për ta bërë pak më konkret. E justifikon në këtë rast shuplakën dhe turpërimin përpara gjithë kolegëve të punës, ti do ta pranoje vetë? Qëllimi është Mos e justifikueshme për mendimin tim. Jo, në momentin që unë e kisha tradhtuar person, e kisha merituar shuplak. Unë po e them sinqerisht, në momentin që unë shkoj dhe unë jam kundër tradhtisë. Pra tradhtia meriton dhunë. Jo, unë si Brikena, në momentin që kisha tradhtuar person, më jepi shpull, ja kisha bë hallall. Po me tradhtuar person Shkon më shumë se sa një shuplak, çfarë meriton? Do i meritoj edhe 2? Angelo, mos do i meritoj edhe 2? Se nëse pranon një, nëse pranon një, pranon edhe 2. Na ke ftuar në këtë panel për një temë. Tema është mbas 7 vjetësh lidhje. Patjetër. A është e mirë të ndahet nga një shpull apo jo, nga një shuplak apo jo? Kjo është tema sepse arsyeja pse është dhënë